A e dije që psalmet e Davidit nuk prekin vetëm shpirtin tënd, por mund ndikojnë edhe trurin tënd. Shumë kohë përpara se sa shkenca të zbulonte terapinë me muzikë, Davidi e përdorte për të qetësuar një mret të trazuar, për të shëruar zemrën e tij, si edhe për të adhuruar për në çdo stuhi. Psalmi 23 na kujton fakt sa herë që fryma Perëndis vinte mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe luante, dhe Sauli qetësohej, ndjehej më mirë, shpirti i keq largohej. Davidi nuk luftonte me shpata, ai luftonte me adhurim, dhe qielli përgjigjej. Sot shkenca konfirmon atë që shkrimi ka ditur gjithmonë. Muzika e fuqishme, e mbushur me besim, ul ankthin, zvoglon stresin dhe ndihmon në shërimin e trurit. Psalmet e Davidit nuk ishin thjesht këngë, ishin ilaç shpirtëror. Dhimbja u kthye në lavdërim, dëshpërimi u kthye në paqe, sepse adhurimi nuk të ngre vetëm shpirtin, ai rigjeneron mendjen. A ke ndjerë ndonjëherë forcën e një këngë adhurimi që të ngrej shpirtin? Më shkruaj me poshtë, Zoti të bekoft.